Sepse kemi të bëjmë me një studim të mirë të formulës zgjedhore. Unë kam parë... Gjithçka vetëm tek formula. Po mund të marrë edhe secilin prej argumenteve që ka sjellë opozita në opinionin publik dhe t'i çmontoj ose minimalisht t'i zbeh sadopak. Po e nis nga inxhinieria zgjedhore që në vetvete nuk është se mbart një negativitet, të përgatisësh një strukturë dhe të mirë mendosh pozicionin tënd, të përllogarisësh votat e tua, t'i ndjekësh ato edhe e tjera. Jo mos se po e ngatron më burr. Nuk është patronazhim partie, jemi duke folë për patronazhim administrata, ajo po denoncohet nga gjithë. Jo, këtë nuk po e ngatroj dhe këtë e dënoj. Jo, po e ngatron. Tani po dal, me që më ndihmuat, po dal dhe po ju ndjek. Fjalët kyçe që hedhin poshtë të gjithë këtë mirë organizim nga pikpamja elektorale të partisë që sapo është vetë konfirmuar, janë krimi organizuar, inxhinieria zgjedhore me përfshirjen e administratës, dhe në një fjalë tjetër kyçe nëse mund të ndihmonit, po këto dyja janë të paktën këto kam mundur të dëgjoj. Dhe blerja e votës. Atëherë në këto tre problematikat në që janë ngritur, unë shoh tre oportunitete që në vitin 2013 të opozitës të pashfrytzuara. Kur themi administrata në zgjedhje, dakord. Nga viti 2013 deri në vitin 2025, e dini që kanë dalë 24.000 qytetarë shqiptar nga administrata në pension dhe për 24.000 njerëz janë bërë 24.000 lëvizje kryesisht promovime dhe janë hapur 24.000 konkurse. Keni dëgjuar në një politikan lokal ju ti monitoroj këto konkurse, të shkoj dhe të mbështesi kandidatët humbës se për secilin nga emërimet e pamerituara, po e marrë të mirë qenë, nuk është ashtu. Jo, mirë, ka dhe një fryrje të administratës publike. Po për secilin nga këto emërimet pa drejta, ata tre të pakënaqurit, të humburit dhe përrjedhoj legjitimuesit e kësaj gare të pa drejtë, të shkonin dhe të gjenin mbështetjen opozitare.